Ka përfunduar kampionati kombëtar i boksit U19, finalet e të cilit u zhvilluan për 3 ditë me radhë në qytetin e Pukës. Ekipi vendas Tërbuni Boks u shpall kampion, si dhe duke nxjerrë nga xhiriti bokserin më të mirë të kampionatit Jurgen Lazrin. Ishte presidenti i Federatës Shqiptare të Boksit Florent Kalivopulli dhe kryebashkiaku i Pukës Rok Dodaj që dorëzuan trofeun ekipit kampion të drejtuar nga dy sheshkodrane, Emiliano dhe Claudio Cecchini. Ky i fundit mori edhe një vlerësim për kontributin e dhënë në këtë drejtim. Certifikat mirënjohje i jepet Claudio Cecchini, trajnerit Tërbuni Boks. Claudio bashku me Emilianon kanë bërë mujtën nëpërmjet mundësive që janë kriju që me 1 vit e gjysmë përpara me kriju ekipin Tërbuni Boks. Këto janë 2 vëllezër Cecchini, trajnera, janë edhe kampiona, kështu që mirënjohje shkon për krijimin e Tërbunit Boks, por edhe për arritje që po zhvillon sot në këtë kampionat kombëtar të boksit. Urime edhe suksese të mëtejshme. Përshëndesim gjithë ekipet që janë kanë pjesëmarrës, gjithë sportistat, ishte një kampionat me të vërtetë i bukur dhe shpresojmë që boksi në Shqipëri të rritet sa më lart. Duke vlerësuar organizimin e kampionatit nga ana e Bashkisë së Pukës, presidenti i Federatës së Boksit Kalivopulli dëroi me certifikat mirënjohje kryebashkiakun Dodaj. Modestisht ne ju japim një mirënjohje në vlerësim të kontributit dhe mbështetjes së dhënë për organizimin e kampionatit kombëtar të boksit në qytetin e Pukës, si dhe për bashkëpunimin e Federatës Shqiptare të Boksit. Edhe kjo mirënjohje do shkojë për ju. Unë me këtë rast duhet me falenderoj shumë Federatën Shqiptare të Boksit, presidentin, 2 vëllezërit Cecchini, të cilët përformuan shumë bukur, bën një ekip Tërbuni kampion si ekip, dhe Tërbuni Boks do vazhdoje që përformoje në këtë ritëm. Vendet e tjera të para shkuan për bokserët Pukjan, Lindon Sulaj, Ledio Kola, Përndrekaj, Deon Kurtin e Studentit, Rahmanin dhe Toskën. Aktiviteti sportiv u shoqërua edhe me një atmosferë festive, ku të ftuar ishin artistë të zonës dhe mysafir në sheshin qendror të Pukës.